gjërat. Me shoqemi? Po tani, shife, se edhe ta mam shoqe si jeni, se jemi disa ditë që njifemi, ne kupton? E më mirë se bëra shok i ngusht, po them shok mik, do me thënë që knaqemi dhe have fun. Do më thonë mu po më bën mix të kur krejt tjerë këtu aqë është Jo, të kuptoj. s'kam miqur. Ju jeni fix si ata që janë në fazat e para të njohjes, kështu në mënyrë rastësore, që ase keni mendjen të ajo gjë, edhe ndoshta pse mos të ardhe një diçka e bukur. Jo, unë them, faza si jeni. Ama më beso që Ylli të shef çdo detaj. Si besoj, Ylli. Ylli të shef edhe fja e flokut si ndryshon. As mu s'mdoket. Na shtan të ardhme në me pas një djemë për ta, për nuk po di. Unë i kam thonë që jenë tipat mi. Ti nuk mund të kesh një shoqe dhe pastaj ta bësh dashur. Po, më sa herë ka funksionu këta gjëra. Po t'ja the, fut kohë tash. po t'ja the atë ditë e kom një shoqe dhe jë më konë shok edhe jë më bo dashur. Një ditë. Pse më stere disa raste ka që funksionojnë ashtu? Po. Kur është këtë ditë? Jo, të une nuk mundet me funksionu. Si? E shoqja. Si shoqen me e bët dashur pastaj? S'maj. Po ndjenja është diçka që nuk kontrollohet, nuk bën me plan. Nuk kontrollohet, ama një me une nuk mëj. Zdi pse, kom që sanë shumë ketë që s'mëj me bo shoqen kamen. S'mund bësh shoqe, apo s'mund? Shoqen s'mëj me bo kamen. Shoqen s'mund ta bëjë të dashur. Okej, pra. E po, ka dhe diçka interesante që na